Nimbar Live mundëson përmes inteligjencës artificiale përgatitjen e hutbeve dhe këtë në një mënyrë shumë cilësore. Në këtë modul është integruar një bazë e madhe hutbesh të gatshme nga interneti, të cilat janë të verifikuara dhe nga burimet besueshme, të cilat natyrisht mund t'i hulumtoni vetë dhe sipas nevojës t'i përdorni ose t'i përjashtoni. Gjithashtu mund shtohen edhe burime tjera që programi merr automatikisht. Shkarkojeni dhe futeni në bazën tuaj të dhënave. Përveç atyre predikimeve të përfunduara që janë tashmë brenda, sigurisht ofrohet edhe qasja në modelet e përgjithshme të të folurit si ChatGPT, DeepSeek dhe tjerë. Si funksionon hutba asistent? Po shumë e thjeshtë. Spari krijoni një hutba të re si drafti i kasollës. Zgjidhni një emër që dëshironi të përdorni për predikimin. Këtu keni mundësinë thjesht të vendosni një emër tuajin. Për shembull, tema 1 maj. Dhe të drejtat e punëtorëve në Islam. Zgjidhni se cili do të jetë gjuha e hutbes. Zgjidhni çfarë strukture dëshironi për hutben, klasike, të shkurtër apo të gjatë. Pak më të thellë dhe sa të gjatë, 10 minuta, 20 minuta ose mbi 30 minuta. Dhe pastaj, kur e keni përgatitur, skicën e hutbes, pra zgjidhni emrin që të krijohet ose vetëm skica e hutbes ose e gjithë hutbja. Ndoshta mënyra më e mirë është të klikoni thjesht fillimisht për të gjeneruar skicën, pra draftin e hutbes. Dhe këtu do të merrni përmbajtjen e hutbes në gjuhën që keni zgjedhur. Në këtë rast, tani është anglishtja. Mund të shtoni lehtësisht vetë disa elemente shtesë. Për shembull, nëse diçka nuk ju pëlqen, thoni merreni këtë dhe bëjeni manualisht, ose shkoni te përmirësimi me AI dhe thoni ndryshoje këtë dhe vendose që të shkoj më shumë në një ton tjetër. Dhe pastaj, programi do të bëjë atë ndryshim që keni menduar ju. Pasi të jenë bërë të gjitha ato ndryshime, thjesht ruani. Ja, tani është tashmë e përgatitur. Ruani draftet e hutbes. Dhe mund ta shkarkoni atë draft në format PDF ose si dokument Word, të cilin pastaj mund ta redaktoni vetë më vonë. Siç e përmenda, përveç krijimit të draftit të hutbes, është e mundur edhe krijimi një hutbe të plot. Pra, pa këto versionet shkurtra dhe draftet, nëse jeni të kënaqur me draftin, është e mundur ta ruani atë si një shablon. Pastaj më vonë ju ose dikush tjetër mund të përdorni ato shablone lehtësisht. Kushdo që ka qasje mund vazhdoj mëtej dhe ta përdor ose ta përpunoj atë temë. Siç e përmenda, përveç krijimit të këtyre hutbeve, ekziston një bazë e madhe e hutbeve të gatshme që mund t'i përdorni si referencë. Këtu aktualisht ka mbi 1000 ca hutbe të ndryshme në gjuhë të ndryshme. Ja këtu tani në bosnjakisht, më së shumti në arabisht dhe anglisht. Dhe kur klikoni mbi atë temë, nëse ju pëlqen diçka, mund ta përdorni atë si frymëzim për hutben tuaj, ose thjesht ta ruani atë tek të preferuarat. Kështu, natyrisht, do të shfaqen edhe referencat kuranore që janë referenca nga hadithet, kështu që këto hutbe mund të jenë një bazë e mirë për imamët që të punojnë mbi to, të frymëzohen dhe të punojnë më tej.